Ministri i Financave Petrit Malaj deklaroi se reformat kryesore fiskale të ndërmarra nga qeveria do të garantojnë një sistem më të drejtë, më konkurrues dhe plotësisht të harmonizuar me standardet e Bashkimit Evropian deri në vitin 2030. Sipas tij, rritja e qëndrueshme ekonomike dhe menaxhimi i përgjegjshëm i financave publike do të çojnë të ardhurat buxhetore në 10 miliardë euro në fund të dekadës. Më tej, Malaj theksoi se paqja fiskale do të sjellë lehtësime të ndjeshme për qytetarët dhe bizneset brenda harkut kohor 2026-2030 përmes faljes së detyrimeve tatimore e doganore të prapambetura, duke i hapur rrugën një marrëdhënie të re midis administratës dhe tatim paguesve. Po ashtu, ai informoi se do të vijojë politika e taksës 0% për bizneset e vogla deri në vitin 2029 me synim për të nxitur sipërmarrjen e vogël dhe formale. Një vëmendje të veçantë qeveria i ka kushtuar sektorit të bujqësisë, ku pritet rishikimi i skemës së TVSH për fermerët në përputhje me praktikat e Bashkimit Evropian. Në këtë kuadër, Ministria avuri në dukje se fermerëve do të mundësohet kompensim deri në 10% të TVSH-s për çdo blerje malli apo shërbimi që mbështet zinxhirin e prodhimit. Në fushën e tatimit të pasurisë, reforma e re do të bazohet në vlerën reale të pronës, duke zbatuar një metodologji të përditësuar të çmimeve të referencës me qëllim rritjen e drejtësisë fiskale dhe uljen e informalitetit. Ministri theksoi gjithashtu se do të hapet një proces i ri rivlerësimi i pasurive të paluajtshme me një normë të reduktuar tatimore prej vetëm 5% për individët dhe personat juridik për të inkurajuar deklarimin e saktë të pronës.